ekzistenca e një konflikti kompetencash dhe për rrjedhoi mungon një çështje kushtetuese reale, pasi qëndrimet e ndryshme interpretuese në mungesë të një marrëdhënie juridike konkrete nuk janë të mjaftueshme për të ngritur një çështje me objekt kushtetues. Për sa parashtruam, rezulton se gjykata kushtetuese ka vendosur qartë në jurisprudencën e saj se për ekzistencën e një konflikti kompetencash duhet që ai të burojë nga një marrëdhënie konkrete midis pushteteve që pretendohet se ushtrojnë të njëjtën të drejtë që i takon vetëm njërit. Në rastin konkret, nuk ka një ndërveprim të tillë midis gjykatës penale dhe kryeministrit. Pra, gjykata e jurisdiksionit penal ushtron kompetencët e saj ligjore për saktimin e masave të sigurimit në bazë të ligjit procedural penal, ndërsa marrëdhënia e pretenduar nga kryeministri buron ekskluzivisht nga kushtetuta, që do të thotë se kemi dy marrëdhënie të ndryshme për dy pushtete të ndryshme dhe nuk mund të pretendohet për konflikt kompetencash. Në këtë çështje, përpara gjykatës lind pyetja, a ka konflikt konkret të kompetencave kushtetuese midis gjykatës së posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar dhe kryeministrit? Në jurisprudencën e saj, gjykata kushtetuese ka trajtuar gjithësisht këtë çështje, duke argumentuar se çdo pushtet ka kompetencat e veta dhe secili organ ka pushtet të mjaftueshëm për të vepruar në mënyrë të pavarur. Asnjë institucion tjetër nuk mund të ndërhyjë në vendime që burojnë nga kompetencat e tij. Po kjo gjykatë, në jurisprudencën e saj ka sqaruar gjithashtu se për të pasur konflikt kompetencash midis pushteteve duhet të plotësohen 3 kritere ligjore: mosmarrëveshja lind midis organeve të pushteteve të ndryshme, mosmarrëveshja lidhet me organet që vendosin përfundimisht vullnetin e pushtetit të tyre, mosmarrëveshja ka të bëjë me përcaktimin e sferës së kompetencave. Në rastin konkret, këto kritere nuk përmbushen, pasi mosmarrëveshja e pretenduar nuk lind ndërmjet pushteteve që ushtrojnë të njëjtën sferë kompetencash. Sikurse gjykata kushtetuese ka arsyetuar në jurisprudencën e saj, një mosmarrëveshje që paraqetet përpara kësaj gjykate duhet të ketë natyrë kushtetuese, që do të thotë që jo vetëm subjektet e përfshira duhet të jenë ato që njeh kushtetuta, por se edhe kompetenca e pretenduar e synuar duhet të jetë e qartë dhe e përcaktuar si e tillë. Në çështjen e fjalë, nuk identifikohet asnjë element i tillë që mund të përbëjë objekt kontrolli kushtetues. Në këtë kontekst, prokuroria e posaçme vlerëson se kërkesa e kryeministrit për shfuqizimin e vendimeve të gjykatës së posaçme për masën e sigurimit personal apo për interpretimin e nenit 103.3 të kushtetutës, po ashtu nuk lidhen me kontroll kushtetues mbi ligje, nuk paraqet konflikt kompetencash mes pushteteve, pasi masat e sigurimit janë vendime individuale penale me jurisdiksion penal dhe nuk krijojnë konflikt kompetencash sipas nenit 131 të kushtetutës. Vlerësojmë se kërkuesi nuk mund të përdorë këtë pretendim për të bllokuar hetimin penal ndaj ministrit, pasi ndjekja penale dhe vlerësimi i masës së pezullimit janë kompetenca ekskluzive të prokurorisë së posaçme dhe GKK-s, pra të pushtetit gjyqësor dhe nuk mund të cënohen nga ndërhyrjet të pushtetit ekzekutiv. Në këtë aspekt, duke qenë se masat e sigurimit janë të ankimueshme, ekziston një procedurë plot ankimi në gjykatën e apelit dhe gjykatën e lartë. Kjo respekton parimin e subsidiaritetit sipas të cilit jurisdiksioni kushtetues mund të aktivizohet vetëm pasi të jenë shtëruar të gjitha mjetet efektive brenda sistemit të zakonshëm gjyqësor. Gjykata kushtetuese ka theksuar se mbrojtja kushtetuese mund të kërkohet vetëm pasi të përfundojnë procedurat gjyqësore dhe shërtimi i ershëm do të krijonte një gjykim paralel, duke cënuar funksionin e saj dhe duke rrezikuar stabilitetin e sistemit gjyqësor. Prandaj, përsa parashtruam në këtë rast nuk ka pengesa procedurale, vonesa ekstreme apo rrezik të pakthyeshëm që të justifikojnë ndërhyrjen e menjëhershme të gjykatës kushtetuese. Por rrjedhoi shqyrtimi i kushtetshmërisë së masës së pezullimit në këtë fazë do të shkelte parimin e shtërimit të mjeteve gjyqësore, subsidiaritetin e ankimit kushtetues dhe ndarjen e pushteteve, duke cënuar funksionimin e vetë sistemit gjyqësor. Po ashtu, në konsiderat të kritereve ligjore të pranueshmërisë një kërkese objekt kontrolli kushtetues, prokuroria posaçme vlerëson se kërkuesi nuk ka një interes personal dhe aktual për të parashtruar këtë çështje, pasi interesi që ai pretendon është institucional dhe jo kushtetues. Në vlerësimin tonë, pretendimi se pezullimi i zëvendës kryeministrit dhe ministrit të infrastrukturës dhe energjisë ka penguar funksionimin normal të Këshillit të Ministrave ose kompetencat e kryeministrit nuk qëndron. Është fakt që masa ndaluese prek vetëm individin dhe nuk ndalon funksionimin e institucionit, ashtu siç lejon kushtetuta për rastet e mungesës së prokoshme të një ministri. Masa e pezullimit ka natyrë të prokoshme dhe është e nevojshme për siguruar vijimin e hetimit penal dhe nuk shkakton pasoja të pariparueshme për institucionet. Kushtetuta siguron që procesi penal për mbrojtjen e interesit publik ka përparësi mbi ushtrimin e mandateve individuale. Për këtë arsye, kërkesa e kërkuesit nuk tregon shkelje të drejtë për drejtë të kushtetutës, por synon të kundërshtojë vendimet e gjykatës, gjë që nuk përbën objekt të jurisdiksionit kushtetues. Kjo gjykatë
përmes jurisprudencës së saj ka arsyetuar qartë se subjektet që kërkojnë kontroll kushtetues duhet të provojnë lidhjen e drejtë për drejtë ndërmjet veprimtarisë së tyre dhe çështjes që paraqesin. Në këtë rast, kjo lidhje mungon dhe kufizimet procedurale që nuk lidhen drejt për drejt me kërkuesin duhet të merren parasysh. Përrjedhoj, prokuroria posaçme vlerëson se kërkesa nuk duhet të pranohet dhe duhet të hap rrugë funksionimit normal të sistemit gjyqësor. Duke vijuar tek pretendimet në themel të kërkuesit, prokuroria posaçme parashtron se lidhur me pretendimin për shkelje të imunitetit të deputetit sipas pikës 3 të 103 të Kushtetutës. Vlerësojmë se ky pretendim është i pabazë, pasi në këtë rast duket se kërkuesi tenton të barazojë funksionin legjislativ të deputetit me funksionin ekzekutiv të ministrit, gjë që Kushtetuta nuk e parashikon. Mandati i deputetit dhe funksioni i ministrit, edhe pse bashkohen tek i njëjti person, nuk krijojnë një status të vetëm juridik, pasi mandati i deputetit lidhet me përfaqësimin e elektoratit dhe gëzon mbrojtje kushtetuese, ndërsa funksioni i ministrit është pjesë e ekzekutivit dhe i nështrohet përgjegjësive ligjore dhe penale pa cënuar mandatin parlamentar. Prokuroria thekson se dispozitat kushtetuese duhet interpretuar brenda kuadrit të tyre të përcaktuar dhe nuk mund të zgjerohet pa modifikuar dhe në imunitetin për të asaj që është parashikuar ligjërisht. Mandati i deputetit bën nga vota e popullit, ndërsa funksioni i ministrit sipas dispozitave kushtetuese që rregullojnë Këshillin e Ministrave në 95/102 është e natyrës ekzekutive dhe administrative dhe nuk bazohet në funksionin e deputetit. Po ashtu, në 103.3 e Kushtetutës parashikon imunitetin vetëm për detyrat përfaqësuese të deputetit dhe nuk u jep funksionit të ministrit imunitet ndaj masave të pezullimit të natyrës penale. Kemi mendimin se, nëse Kushtetutë Bërësi të kishte dashur që funksionit ekzekutiv të anëtarëve të Këshillit të Ministrave të jepte imunitet ndaj masave procedurale penale, sikur sa është rasti, kjo do të ishte parashikuar qartë në dispozitat kushtetuese. Po ashtu, sipas vlerësimit tonë, argumenti i kërkuesit se ministri ka imunitet në deputet dhe për këtë nuk duhet të aplikohet masë ndaluese, bie haptësi në kundërshtim me 173 të Kushtetutës, i cili nuk parashikon asnjë garanci për mosbatimin e masës ndaluese apo të pezullimit nga detyra. Në gjykimin tonë, është i gabuar dhe jo kushtetues barazimi në 242 të Kodit të Procedurës Penale me 173 të Kushtetutës, pasi imuniteti i deputetit bëron vetëm nga Kushtetuta dhe asnjë ligj tjetër nuk mund të japë të njëjtin imunitet as për organet e tjera të parashikuara qartë në Kushtetutë. Ndaj, gjykata kushtetuese në vlerësimin tonë, pavarësisht të rolit të saj, nuk mund të ndërhyjë as drejt për drejt, as përmes interpretimit për të krijuar një normë të re kushtetuese që nuk ekziston, pasi do binte ndesh me parimet themelore të hierarkisë së akteve ligjore dhe kushtetutshmërisë. Në këto kushte, prokuroria posaçme vlerëson se në përputhje me garancitë ligjore të statusit të deputetit, pezullimi nga funksioni si masë procedurale e parashikuar nga legjislacioni penal në 242 i Kodit të Procedurës Penale ka për qëllim të parandalojë përdorimin e funksionit publik për të penguar procesin penal. Është fakt juridik se kjo masë nuk kufizon lirinë personale, e cila ruhet nga procedura ligjore dhe nga kërkesa për autorizim nga kuvendi gjatë zbatimit të masave shtrënguese. Për më tepër, ajo nuk pengon ushtrimin e funksionit të deputetit si përfaqësues i parlamentit. Në këtë kuadër, ndalimi i parashikuar nga 242.2 i Kodit të Procedurës Penale, sipas të cilit masa e pezullimit nga funksioni nuk zbatohet ndaj të zgjedhurve, nuk mund të konsiderohet garanci kushtetuese për imunitetin e deputetit. Kjo, sepse në rastin konkret, masa e sigurimit është kërkuar ndaj një funksionari të emëruar i cili nuk synon mandatin e deputetit. Gjithashtu, nocioni i të zgjedhurve, sipas kodit zgjedhor, i referohet vetëm funksionarëve që ushtrojnë funksione publike, për shkak të zgjedhjes nga vota popullore, ndërsa funksioni i ministrit nuk është i zgjedhur edhe nëse mbajtësi është deputet. Përrjedhoj, ndalimi sipas në 242 të Kodit të Procedurës Penale nuk gjen zbatim kur masa pret një funksion të emëruar dhe masa e pezullimit duke qenë parandaluese nuk synon lirinë personale apo mandatin ligjvënës të deputetit. Në vlerësimin tonë, interpretimi i kundërt sipas të cilit imuniteti i deputetit do të shtrihej mbi funksionin e ekzekutivit të ministrit, bie ndesh me parimin e barazisë para ligjit, sipas në 18.1 të Kushtetutës, ku parashikon të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. Po ashtu, një interpretim i tillë do të binte ndesh edhe me 1 të Kushtetutës, pasi do të synonte balancën kushtetuese ndërmjet pushtetit ligjvënës dhe atij ekzekutiv, duke i trajtuar si funksione të njëjta. Në vlerësimin tonë, Kushtetuta nuk ka synuar të mbrojë funksionin ekzekutiv nga kontrolli penal, por të sigurojë pavarësinë dhe veprimtarinë e kuvendit sipas parimeve të ndarjes së pushteteve dhe ekuilibrave kushtetues. Kërkuesi ka pretenduar gjithashtu se masa e pezullimit nga funksioni duke synuar kompetencat e Këshillit të Ministrave dhe penguar ushtrimin e detyrave të ministrit, ka shkelur parimin e ndarjes së pushteteve sipas në 7 të Kushtetutës. Në vlerësimin e prokurorisë së posaçme, ky pretendim është i pabazuar, pasi masa e pezullimit
ka karakter ligjor parandalues dhe është vendosur brenda procedimit penal pa përfshirë kryeministrin apo Këshillin e Ministrave. Përrjedhoj, nuk ekziston ndërhyrje në kompetencat e pushtetit ekzekutiv. Përkundrazi, masa siguron që ushtrimi i funksioneve publike të mos pengojë hetimin penal dhe shërben për ruajtjen e pavarësisë së gjyqësorit duke respektuar plotësisht parimin e ndarjes së pushteteve të sankcionuar në 1/7 të Kushtetutës. Në të kundërt,